hym në dogan në serbe, gjetëm aty 4 kolegë të tjerë, po që ata kishin ardhur me makinë me targa maqedonase, kishin marrë me qera një makinë në Maqedoni. Dhe ato kishin 2 orë e gjysmë që i mbanin aty. Edhe i lëshuan mbas 10 minutash. Ndërkohë që ne na mbajtëm për 40 minuta, duke na bërë një kontroll të imtësisht, domethënë edhe pse ne u stërprovua që ne ishim gazetar, kishim me vete edhe fotot e akreditimeve tona, sepse akreditimet i morëm më pas në Leskovac, por na u bë një kontroll shumë i imët, po siç duket na ndihmoi edhe fakti që jemi antar të shoqatës ndërkombëtare të shtypit sportiv, AIPS, që është e vetmi organizat botërore e gazetarëve të sportit që njeh bota. Domthon, kështu që mirë po domthon tyre i ka ngelur ora shumë brava, e kupton, edhe akoma i keq trajtojnë shqiptarët, domthon, është e papranueshme. Lidhet me ndeshjen apo gjithmonë kur bëhet fjalë shqiptari në Serbi ka gjithmonë këto probleme? Po siç duket për ndeshjen, po nuk ka pse, ata siç duket e kanë me detyrim përcaktim nga të gjithë dhe nga UEFA dhe nga FIFA që kjo ndeshje mos ketë absolutisht asnjë lloj incidenti dhe thash, domethënë bën një kontroll shumë të imët të makinës, e kupton, deri te gomat, te gjitha gjërat, domethënë plus ne, domethënë dhe kishin probleme nëse kishit këto produktet nacionaliste, flamur, gjëra, ju pyetëm për këto? Në fakt, me thënë drejtën, unë kisha dy çanta me 2 shishe të vogla që ishin Albania shkruanin. Ato i pan dhe nuk than gjë, e kupton, edhe po kërkonin, domethënë kërkonin si ti je njeri ordinar, burre, domethënë sigur ti po kalon si thua droga apo diçka tjetër, domethënë si kuptoj kontrollet të imta, ndoshta ato kërkonin dhe ndonjë simbol të mos kishin futur në një simbol të UÇK-ja apo çlimtarit Kosovës apo nuk e di, po është e papranueshme kur një gazetar që domethënë jemi gazetar, drejt që e mori dhe kjo për si thua edhe për profesionalizëm kjo provohet shumë kollaj. Kështu që nuk ka pse, e kupton, por dhe pastaj me të mbritur në stadium, ne e kuptuam që siguria ishte maksimale, sepse ne të tre kemi vendosur trim në Leskovac, këtu ku bëhet ndeshja, ishim mbrëm dje dhe sot, dhe kemi gjithkohën jemi të monitoruar 24 orë 24 nga policia, sepse ata thonë siguria juaj duhet jetë maksimale, domethënë dhe Bako, na thuaj pak për situatën në Leskovac, si paraqitet në rrugë, si është atmosfera, ka organizime të tifozëve serb? Dhe më interesant është, a ka shqiptar apo pak në sot është? Dëgjoj, deri tani nuk kam parë të ketë, nuk ke përshtypjen e një ndeshje që do zhvillohet një ndeshje futbolli. Kam parë tek tuk makina me flamurin serb, po akoma ndoshta kanë lënë